administratat atimore në plan të komunikimit apo në plan të edukimit të tatim paguesve i ka të përfshime edhe seminaret me tatim pagues, kryesisht pjesën e parë të vitit apo në tremujorin e parë të vitit mi realizu seminaret cilat kanë bëjnë me përmbushjen e detyrimeve vjetore ndaj tatim paguesve, ndërkohë në baza të industrisë gjatë vitit organizohen edhe seminare tjera apo pavarësisht prej kërkesës që e kemi prej institucioneve, prej organizatave jo qeveritare apo prej një sektorit të caktuar të ekonomisë. Seminaret mirëpritën shumë prej tatim paguesve, mbahen në krejt regionet e Kosovës, aty ku administrata ka zyre rajonale, numri i tatim paguesve që marrin pjesë dhe që janë të interesuar me ndëgju seminarin është bukur i madh. Temat nuk është që ndallojnë shumë sepse nuk është që ka ndryshime ligjore, mirë po ka tatim pagues që vjen veç me i fresku kërkesat ligjore, jo ndoshta edhe me mësu prej fillimit se çysh duhet me bëni deklarim të caktuar.